Mbrëmjen e djeshme startoi edicioni i tretë i reality showt Ferma VIP, duke prezantuar para publikut kastin e ri të personazheve që do të sfidojnë veten në këtë format. Megjithatë, duket se jo të gjithë kanë mbetur të impresionuar nga përzgjedhja e produksionit dhe reagimet thëmbuese në rrjetet sociale kanë nisur menjëherë. Një nga reagimet që ka tërhequr më shumë vëmendje ditën e sotme ka ardhur pikërisht nga ish banori i Big Brother VIP 4, Gjibani. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, ai ka lëshuar një ironi të drejtpërdrejtë ndaj konkurrentëve të sapo futur në fermë, duke vënë në diskutim statusin e tyre si personazhe publik dhe të njohur për masën. Duke ndarë një foto të shkëputur gjatë transmetimit të spektaklit, ai ka shkruar: "Fermën po e shikoj. VIP-at ku janë?" Kujtojmë se gjatë praimit të parë u prezantuan plot 24 konkurrent nga fusha të ndryshme, por duket se për një pjesë të ndjekësve, etiketa VIP nuk i përgjigjet plotësisht emrave të përzgjedhur për këtë sezon. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.